Miq të pasqyrës shqiptare, mirë se erdhët në minutat tona të përjavshme. Sot në rubrikën Shqiptari i Kanadas kemi të ftuar shkrimtaren shqiptaro-kanadeze Jeta Vojkollari. Para disa javësh, shtypi në Tiranë raportoi me vlerësime të mira mbi romanin e sapo botuar të saj, Djalli që pagova për këshill. Megjithse ky roman është i pari i jetës, ajo nuk është një penë e re në letrat shqipe. Biseda me të do të na njohë më nga afër me veprën, arritjet dhe dëshirat e autores. Gjithashtu, në rubrikën Kronika e javës do t'ju sjellim dy materiale, respektivisht nga komuniteti shqiptar ortodoks dhe ai katolik. Na ndiqni me njëherë pas 2 minutave publicitet. Pamjet filmike që po shfaqen në ekran janë marrë të shtunën e kaluar më 8 gusht. Jemi në kishën ortodokse në adresën 136 Sororan Avenue në Toronto, ku disa dhjetra shqiptar të besimit ortodoks ndoqën meshën e mbajtur nga peshkopi shqiptar Atilia Ketri. Njëri prej koordinatorëve vullnetar të komunitetit ortodoks, zoti Petraq Mitre, sqaron për kamerën tonë qëllimin e kësaj meshe si dhe objektivat në përgjithësi të këtij komuniteti. Petraq, mund të më thoni se për çfarë meshuat sot këtu? Radha e meshës sot me ishte, siç e patë edhe vetë, për 6 gushtin. Është dita e shpërfytyrimit të Zotit. Si zakonisht, Despot Ilia vjen bën meshë këtu për komunitetin ortodoks. Ai vjen nga Chicago, ai vjen nga Boston, ai vjen nga gjithë qytetet e tjera të Amerikës, edhe Toronto është mbuluar prej tij. Si e mendoni të ardhmen e këtij komuniteti? Në kalimin e kohës, Atilia ndoshta do ta ketë vështirë për shkak të moshës të udhtojë në distanca kaq të mëdha, të largta prej Amerikës këtu. Është një nga problemet tona kryesore, ose vetmja që mund të themi. Është menduar për një zëvendësues? Ne gjithmonë kemi kërkuar një person që të dalë nga komuniteti ynë, të jetë me ato të dhenat e duhura, edhe vetë Ilia është interesuar për këtë, por akoma nuk është për... Është e kënaqshme kjo pjesëmarrje? Herë, sipas edhe sezonit duhet parë, se edhe sipas ditët kur kryhet. Njerëzit lëvizin, edhe nuk është aq e lehtë që të jetë gjithmonë e mbushur kisha me besimtarë, por një gjë është e sigurt që njerëzit e duan, edhe vinë në kishë, me shojnë, dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Në këtë kuptim themi që diçka është në zemrat tona, të ekziston besimi, edhe ardhmja do jetë gjithmonë më mirë, por problemi, siç e thash edhe më parë, është që ne na duhet një prift edhe po punojmë për këtë. Kandidatura deri tash nuk kemi pasur, po shpresojmë. Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze ju fton më 31 gusht, ditën e diel, në piknikun e përvitshëm të organizuar prej saj. Edhe si vjet, pikniku do të mbahet në parkun më të bukur të qytetit, pikërisht në High Park, që ndodhet në kryqëzimin Keele Street me Bloor Street West në Toronto. Parcela e caktuar për këtë qëllim mban numrin 14 dhe ndodhet anash fushave të tenisit. Do të ketë muzikë nga DJ, gatime të zgarës, si dhe lojra për fëmijë dhe të rritur. Mos mungoni, hyrja për person vetëm $5. Pra, të dielën më 31 gusht, pikniku i përvitshëm i organizuar nga Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze e Torontos. Për të tretin vit radhazi, Misioni Shqiptar Katolik e Lumja Nën Tereza me qendër në Toronto mbajti të dielën e kaluar më 9 gusht piknikun e verës. Vendi i zgjedhur për këtë veprimtari është Qendra Shoqërore dhe Kulturore Kroate në Norval të Ontarios. Norvali është një qendër banimi relativisht e vogël në veri perëndim të Mississagës, rreth 40 minuta udhëtim me makinë nga qendra e Torontos. Qendra kroate në fjalë shtrihet në një territor shumë të madh prej disa hektarësh. Brenda këtij territori është ngritur një rrjet objektesh si fusha futbolli, këndë lojrash për fëmijë, tenda pikniku, pishinë e tjerë. Pa harruar edhe kishën që i shërben komunitetit kroat, por edhe komuniteteve të tjera, si në rastin konkret, Misionit Shqiptar, sa herë që ky i fundit mban piknikun veror brenda territorit të qendrës. Përpara se t'i bashkoheshin veprimtarive të piknikut, disa qindra besimtar morën pjesë në meshën e së dielës, të drejtuar nga prifti katolik shqiptar Don Giovanni Kokona. E morën me qiraka komuniteti kroat, edhe e bashkohen për çdo vjet, një ajtën ditë, që tokohen të rit, vjetrit,
shqiptarët pavarësisht prej ka vinë, çka janë, o çka besojnë. Kjo është piknik për të shqiptarët. Nga ana organizative, si përballoni ju shpenzimet? Se besoj u paguani kroatëve diçka, një qira. Paguajmë kroatëve qiran, po hymjen e kem $5 me hymren, mas tona këtena kem harxhat, kem pijeta, kem këto që na bien disa tarluna, po në të mënyrë mundona që të organizojmë, që të dalim, edhe me dalë me hupje pak, duhet me i përballë, se është e sigurt që të ardhmat do të jenë më të mira për çdo vjet. Në njërin prej fushave të futbollit, ndoqëm me kamerën tonë këtë grup fëmijësh, teksa stërviteshin në ndritimin e ish futbollistit profesionist, mirditorit Mark Tarazhi. Po takoj me trajnerin e skuadrës që mban emrin Tarazhi. Pse I keni vënë këtë emër? Këtë emër jo vetëm e kë fshati ime ka emrin Tarazhi, por unë vetë jam lind me atë fshat edhe e kam marrë mbi emrin Tarazhi edhe kam qejf të përveçësoj edhe për kishën shqiptare, edhe për gjithë fëmijët tjerë që kanë dëshirë të luajnë futboll. Okej, dhe këta fëmijë si janë organizuar? Në çfarë? Gjithë këto fëmijë është viti I dytë që kemi marrë vjet dhe vjet pjesë. Viti I parë që kemi në këtë turnament e kemi përvërsu kishën shqiptare si trajner shqiptar, edhe gjithë fëmijët janë mix, ka grek, ka shqiptar, gjithë jemi nga mosha 5 deri në 18, por sot kemi pruar mosha 14 e poshtë. Sa shpesh trajnohen këta fëmijë? Këto fëmijë kanë 2 herë në javë. Trajnohen në East York, afër Torontos, aty janë gjithë nga më afërt, po kemi edhe ne, kemi bërë gjithë stërvitit, kemi bërë afër kishës. Vuni për nxënës, për lojtar? Me thënë drejtën, për ditë më shumë vind. Po ju vetë jeni marrë me futboll në mënyrë profesionale apo e keni mbi bazë amatore? Unë për veti kam luajtur professional, kam luajtur Czech Republic 2 vjet, edhe kam luajtur Cilën skuadër? FK Banik Most, kam luajtur në Slovaki 6 muaj kontrat, semi pro. Edhe tash I merr me Sporting Tour, luaj për college, jam captain here. Çfarë pozicioni? Jam sulmues edhe lojtar krau. Duke parë ecurinë në vite të këtij komuniteti, si në rritje sasiore dhe në nivel cilësor, gjasat janë që jo vonë edhe shqiptarët katolik me banim në Kanada të ngrejnë një qendër të vetër. I dëgjoj njerëzit që flasin me admirim për këtë arritje të komunitetit kroat, që kanë mundur të blenë një tokë një sipërfaqe kaq të madhe dhe të ngrejnë brenda këtij territori kaq shumë aktivitete siç është kisha, zona pikniku, fusha futbolli. Juve vetë si komunitet e keni këtë ambicie, këtë dëshirë për të bërë një gjë të ngjashme? Edhe na kemi dëshirën të njëjtën. Megjithëse kroatë është një numër shumë I madh, po janë shumë të gatshëm njëri me tjetrin, edhe këta kanë bërë me kohë. Formacionet që kam unë për kroatë, se me të vërtetë kanë lidhur me punën me njërin me biznese me kroatë, kanë filluar me një numër shumë të vogël, por numri ka filluar të urrit. Edhe ky numër që kanë bërë 300 hektar tokë kanë këtu. Për shifin edhe kishën si kanë rejtua, janë shumë të lidhur njëri me tjetrin kroatë. Edhe janë nacionalistë të fortë, edhe fetar të fortë, njëra tjetra. Shumë faleminderit dhe ju uroj sukses edhe në vitet e ardhshme. Shumë faleminderit në ardhin, e mirë se ke ardhur në shtëpinë tonë. Edhe jam të kënaqur, edhe do të shihna prapë, e ditën e mirë, e kalosh mirë. Sot të nderuar teleshikues, do t'ju njohim me shkrimtaren shqiptaro-kanadeze Jeta Vojkollari dhe prurjen e saj serioze në letrat shqipe, romanin Djalli që pagova për këshill. Se kush është Jeta dhe për çfarë bën fjalë romani, këto do t'i mësoni gjatë bisedës në vazhdim. Romani ndjek udhëtimin e vështirë të Sabrinës në kërkim të vetvetes. Sabrina është një psikoterapiste e cila përleshet në marrëdhënie të konfuzuara, por më tepër abuzuese me të dashurin e saj Tomin. Ky fakt e bën atë që të përjetojë ngjarjet e klientëve të saj dhe njëkohësisht të transferojë, të përçojë historitë e saj, ndjenjat e saj te klientët. Dhe gjithë kjo bën që ajo të çojë klientët në rrugë të gabuar. Tëra ajo hidhsi që ajo ka grumbulluar nga marrëdhëniet e saj me të dashurin e saj, ajo në një farë mënyrë e përçon te klientët e saj. Ç'lidhje keni ju me këtë tematikë? Se kam përshtypjen një shkrimtar duhet ta njohë mirë fushën për cilën shkruan. Në fakt, unë besoj se e njoh disi këtë fushë. Unë kam punuar për një shoqat grash mbas viteve 90 në Tiranë. Njëkohësisht pasi erdha në Kanada, në vitet e para, kam punuar si përkthyese me gratë e abuzuara dhe me burrat abuzues. Për këtë më duhej të ndiqja një varg programesh, në radhë të parë në mënyrë që të kualifikohesha për të punuar me këtë lloj klientele, dhe së dyti më duhej të ndiqja një varg programesh së bashku me klientët e mi. Në atë kohë unë
besova që kisha arritur një lloj pjekurie për ta hedhur këtë njohuri që unë mora në një krijim timin. Përmendët fjalën pjekuri, domethënë ju jeni marrë më përpara me shkrime? Një miku im në Facebook më shkruajti një komente, pas ke filluar me roman, tha, me gjinin më të vështirë. Unë do thosha që nuk e kam filluar me roman, unë kam bërë poezinë e parë kur isha në klasë të tretë fillore. Më mend që e kam recituar përpara klasës, dhe ajo që nuk kam për të haruar kur ishte pyetja e mësueses që më tha, vete ke shkruar? Dhe tani, po të nisem nga kjo njohuri që kam aktualisht për abuzimin, do thosha që ishte një pyetje abuzuese, ajo në një farë mënyrë më akuzoi mua me atë pyetje. Njëkohësisht kam shkruar tekste këngësh, kam fituar çmime me tekstet e këngëve nëpër festivale në rrethe, kam bërë 2 këngë me kompozitorin e mirënjohur Luan Zhegu, njëra prej tyre titullohet Se fal rinin, tjetra Mos më lini të largohem. Në ç'vite janë këto këngë? Se fal rinin duhet jetë ndoshta 97-98, nuk jam shumë e sigurt, por jam e sigurt për këngën Mos më lini të largohem, që është në vitin 99, sepse e kam shkruar shumë pak, ndoshta 1 javë ose 2 javë përpara se të largohesha vetë, përpara se të vija për në Kanada. Dhe këto këngë u bën disi të njohura. E kuptoj. Ju keni kryer studime të larta, besoj? Unë jam ekonomiste nga Shqipëria, kam diplomën e ekonomistit, por kur erdha këtu natyrisht na duhet të riarsimoheshim nga fillimi që të mund të përshtateshim me nivelin e kësaj shoqërie, nuk diskutohet. Juve thatë që e njihni tematikën e romanit tuaj, por ndonjëherë ngacmimi vjen krejt papritur nga burime ose dhe rrethana të tjera. Në rastin tuaj çfarë ka ndodhur? Çfarë ju ngacmoi që e shkruat këtë libër? Është e vërtet. Unë në fakt e kam pasur këtë temë brenda vetes për një kohë të gjatë, sepse sikur se thash e njihja, u ballafaqova me shumë histori, me atë që ndodhte në shoqërinë, jo vetëm në shoqërinë shqiptare, por në shoqërinë kanadeze dhe kudo besoj. Por ajo që më dha ngacmimin për mënyrën se si e ndërtova unë librin, ishte filmi Krashi Paul Haggis, ose Përplasje në shqip. Filmi ndërtohet mbi bazën e shumë karaktereve, të cilat janë të shkëputura fillimisht, nuk kanë asnjë lidhje njëri me tjetrin, por ngjarjet e filmit e sjellin, domethënë që ato të takohen në një farë mënyre ose në një mënyrë tjetër. E njëjta gjë ndodh edhe me librin tim. Un kam disa personazhe kryesor, numri 1 është natyrisht Sabrina, por kam dhe shumë personazhe të tjera që mund t'i konsideroj personazhe kryesore. Ato nuk njihen me njëri tjetrin, por në një moment të caktuar ngjarjet e tyre ndërthuren dhe personazhet njihen, takohen njëri me tjetrin në një farë mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Do desha të them që romani fillon pikërisht aty ku konflikti ka filluar, lexuesi e shikon që në faqen e parë që ka konflikt aty, dhe aty ku ekuilibri në marrëdhënie është prishur. Ju mund ta shikoni ngjarjen kur fillon dhe e shfleton librin, e shikon ngjarjen, pak a shumë njësoj si skenari. Dhe fjalit janë të shkurtra, gjë që mund ta konsideroj unë dhe si stilin tim njëkohësisht, dhe kur fjalit janë të shkurtra janë gjithmonë më efektive, do thosha unë, e bëjnë efektin më shpejt, janë si thika të mpreta. Kam shkruar disa skenare filmash, për filma me metrazh gjatë, me metrazh të shkurtër, për filma televiziv. Unë kam studiuar skenarin online dhe njëkohësisht kam lexuar jashtëzakonisht shumë për skenarin. Mund ta konsideroj veten skenariste profesioniste, do thosha, dhe nëse libri bëhet film, do ishte kënaqësia ime. Këtë libër keni plane ta paraqisni edhe në anglisht për lexuesin anglisht folës? Romani është përkthyer në anglisht nga një përkthyese e talentuar, Ledia Derveni, me banim në Angli. Është redaktuar nga një redaktor me shumë eksperiencë, ai është amerikan-kanadez, Jack Kirchhoff. Ai ka punuar si redaktor libri tek Globe and Mail. Domethënë libri është plotësisht gati dhe unë shpresoj, unë po punoj dhe shpresoj që të botohet në Amerikën e Veriut. Ju përgëzoj për librin dhe ju uroj sukseset më tejshme. Shumë faleminderit Ilir, dhe do të thosha faleminderit dhe për këtë punë të mrekullueshme që bëni me emisionin Pasqyra Shqiptare. Faleminderit që na bashkoni ne shqiptarëve në këtë emision. Unë për veten time kështu e kam parë, jo vetëm që marr shumë informacion për shqiptarët që janë këtu, por dhe kam krijuar goxha lidhje vet. Dhe faleminderit që na sillni her pas here copza nga Shqipëria, nga Dheu i dashur.
Në fund të bisedës që zhvilluam me Jeta Vojkollarin, ne i kërkuam një poezi të saj në mënyrë që ta shfaqnim për ju, të recituar nga bashkëpunëtorja Antigoni Papastathi. Jeta pranoi me shumë dëshirë dhe zgjodhi për kënaqësinë e të gjithëve poezinë me titull Mos më lini të largohem. Jetoj një ëndër çmendurie, tretem në gaz, strukem në frikë, të fluturoj mbi oqeane në arrati, ndoshta një ditë. Të fluturoj unë pas një shprese, se më ka humbur shpresa mua. Zgjom një ju nga marrëzia, të shkoj dhe tua, edhe s'tua. Po, ku të iki? Ku të shkoj? Një fjalë shqip, ku ta kërkoj? Po ku ta gjej një mik, një shok, të më dëgjoj, edhe kur flas kot? Po ku ta lë nënën e thinjur, një fjalë të mirë, një fjalë të hidhur, të lë një këngë pa kënduar, edhe një dëshirë pa plotësuar. Zgjomni ju nga marrëzia, e mos më lini të largohem, të më harroj dashuria, edhe e diku larg, vetë të harrohem.